Bravo! Bravo! Tash asi kalove, na fal. Na balla se s'kam përshëndetje, çu se dole. Bëhet shef si ki dal. Dëgjoj tashën, ka djem Shqipëria, o vlla, s'ka byftira. Ka djem Shqipëria me bole. E zën haku. E zën haku njerëzve. Se ti thush tjetrës, ti thush tjetrës, më pëlqymi i gjo. Ja ke thonë, ja ke plasë më ftyrë. Nuk je servile, se me qenë kishe majtë kraun për audiencë. Ta ka pas thonë, je për je qi me djalin tatë, nuk i thotë ato një nane për fëmijën e vetë ashtu. Ja. Unë dhe litar ta shikoj varur, nuk ngope ma të fëmër. Dhe jam gati t'ja marrë fëmijët e saj t'i riz vetë. Po ajo fëmër do varur. Do varur në mes të tiranës. Sa mirë i dhem asaj ku ja bëjnë mama di vojlata, po ty s'dhem kur ka thonë një qi me qunin tatë. Pa ajo e ka... O Tasha, këto njerëzit jam për t'ju shkordhyr rob, kanë shku, ju kanë hy, aty t'ju ta mbështet suatën vetëm me mor audiencë. Shika suatën mas tradiç. A do e qaj ku shbyllën për ta. A thoshin deri dje suatës, inshallah vdes, inshallah të zoft haku kalamaj, inshallah po të vrasin, inshallah po të presin. Dole që e rafën, normal, që ka shajt njerëzit. Dole që e rafën, ja papsi rana ashtu, pse i bon kështu. Që do i bon, da pushin në faqe? Po të shilë rëp milet. Unë po t'isha në Tiranë, do t'a kisha merë zvare, do veja prap në burg. Po do veja tamam në burg, do veja me nenë. Ashtë lavira. Do veja me nenë, se unë për kara kurva vajta, për ato kara kurva vajta. Ajo, për ato e ke po burgun ti? Po për ato kara kurva. Edhe ali që ka thonë për ty? Ali që ka thonë për ty e kura në burg? Dhe i shkoj tashës, po s'di si ti shkoj në burg, kot palidhe, të bolajga. Do t'a mirja brënda, s'do t'dilte më ajo. Do t'a mirja brënda dhe se nëzirja më. O, do vdisim të dyja, o do dinim të dyja. Se lija të gjallun. Se për karakur se ajo nuk ka femër, edhe me keqe. Se ajo nuk është e shet trupin e saj. Ajo kërkon të bëjtë liga. Edhe fëmire të saj, me atë sken që bëri ajo në TikTok duke qarë dhe ulluritur dhe ka të meruar fëmijët e saj dhe sot dela po ka më karakurva aty të tila. O nuk e ka probleme. Ore për kokë familjes kam folë, unë privat me te, unë qaj ka thonë, e bëj ashtu se më rritët audienca dhe më gjy njës gift. Ajo nuk qanë se, oje se ka problem, si një nanë, që është nanë fëmish, i rri fëmijëve ke koka, nuk shkon Dubai të hongër karë, me Afrikana, me Zezaka, e ku t'ju që bënë ajo, të njët me 3-4 muj, e masane bësë kujdo kalamajt. Ajo vjen po, sa ajo nese mas nese të shkojmë i mosht malë, e do ngele vetëm, thot pakën, të ma din kalamajt, se unë i kam neti qinë ko kalamajve. Se s'ka ajo në momenti që të shkoj ki mosh 20-50 vjeqe, dale takati, e shumë të umasht, e shnosht është, ma që një izdo e qije, thot pakën do majnë kalamajt. Sa atë nuk do të ashove një i me sy. E pa ne i bëki gjo, ajo si shkori takon kalamajt në i qikë shu. Ajo që merë 2 minuta, 5 minuta, fëmit atje dhe ajo është, në Shqipëris vjen ma ajo, 5 iku me vrap, ja i për aeroplanit edhe iku. Se kisha se pësante burg, sa ajo për burgës, ajo dëgjo. Asaj po të dalim ne, ti bëjmë dhe nëncime, ajo e halë studentë. Direkt. Po mua betja është tu ojvaj. O Tasha, më gjej sekund. Mua betja sajt është shumë. Ajo, unë nuk e di shqiptar, pse ju dhim s'kaj shumë juve, suada, që angër dajak se funi femna në rafen. Edhe mirë ja kanë bo. Po. Të të thot Tasha të me madhe. E di ku që ka mbrojtur atë? Atë e ka mbrojtur se qko. Dëgjo, unë jam vetja. Dhe unë gjërat i kam një fytyr, vetëm këtë fytyr kam unë. Edhe karakteri që të tregoj. Je drejt për drejt. Bravo, jam e drejt për drejt. Ate kanë mbrojtur të gjitha karakurvat dhe të gjithë pederastët, për mua. E vërtet është për kokë familje, se femnat mund kanë shkujt, mbi 20-50 femna më kanë shkujt privat, kanë qenë krame, kanë thonë i lumë dora, kush e ka rraf bravo të qo, se ka dalë emrim. Pse? Se këto e menojnë si për vete, ma alo nona vetë më rrit, a kopton. Ta pas nënën të urrit si mi qenë një time, në ato hongër karë, na për Dubai, na për Miami, ku di ku pillë mos ka shku kjo, edhe fëmijat ju urrit vetëm, edhe kanë menu si për kalamonën e vetë, si me lon kalamonën e vetë të urrit jetim, të pas nënën. E më kanë shkujt brava të qoftë, a kopton që ka hongër dajak e la virë, se e ka meritu. Se njerëzit i ka majtë kush e disa herë, qam rini mu 500 vetë, kotë këtu pëse s'gjuni giftë, të vini jashtë, ju qif sharop, nuk du t'ju shot me sunë. Po ti ishe në burgë dhe ke mbajt me bukë sa të vite kejt për fëmit kara kurvën, more. Ore, për kokë familje. Për kokë familje se ti gjithë Shqipëria mbi 20.000 euro i ka mon nga unë ku ka pas bot dënime. Mbi 20.000 euro, më thote mu që do leket ti tim burgje, mi jep mu leket. Po pse, as kam dhun familje, si kam dhun familje s'ti mi lek t'i dhona saj. E me mdajnë mua, e me bo si pi dhe sa me mua. Po s'ka gjo se shdoj gjo, këpëton ka kohën e vetë.
Çdo gjë takon. Dëgjo, ty s'të bëra si gjë, ti je një djalë trim, ti je me këmbë në tokë, ti nuk të prur dot njeri, ti ke humbur lirin tënde për karakterin e familjes tënde dhe tëndin, ti je një shqiptar, një malsor, ti je di kanunin mirë dhe uqi rob, qoftë mashkull, qoftë femër, kush të bie në qafë. Këtë ta din të ta për zotin nuk i leo tasha, për kokë familje, sa të kem mundësi, vetëm sa të kem mundësia, le të shkojnë në burg. Sa të mjepet mundësia, nuk kam për t'i lanë. Pa jam të nejtë shu, se jam t'i mërë gjonat shtru, se kam asë do bi viktime, do mjull jetën keq fare më në burg. Unë mu mërë me këto, mu mërë me ca komentusa legena, unë e pjo fut blok dit për dit. Mu mërë me këto, unë sot do isha arrestu, e kush di sa qanjeni mund kisha. Mu mërë me të kisha më kalashe, do kisha bo masakrane. Dëgjo këtu Natashën tani. Tani do më dëgjosh si maman tënde. Po. Ti tani shkollën e lartë e ke mbaruar. E mbarove. Më mirë nga çdo njeri tjetër. Dhe jetën e di shumë mirë. Djali zgjuarje se nuk e të meta këtu mendore. Se po të kishe të meta mendore do thosha se avlen e do ta thosha në sy. Ti do kesh kujdes nga provokimet. Ti e disa provokime më kanë bërë mua kara kurvat edhe ati ka jam mu si zonjë. Ti burgut ka bërë më të fort. Natashë 70 vjeqe e bëri më të fort. Ne dim tani, ne i shikojmë në sy dhe bëjmë analizën. Jemi psikolog të çdo njeriu që mund ta kaloj për para. Prandaj, shiko se je djaliris ke mbush 30 vjeç akoma, ti kujdes, ndërto familjen tënde dhe lëri bythqirat edhe karakurvat që shajnë. Unë jam 70 vjeqe, a arritit më thoshte ti e 50 çvajt arritit më thoshte e vajte me djali. Kam karakur, këta të nxjerrin nga vetja. Pse? Se na kanë zili. Ty të kanë zili e 2 metro djalë. Ti di, ke dhe kulturën, ke dhe harbut lëkun si puna ime. Por ti e djaliri dhe nuk do bjesh viktim e asnjë provokimi. Le të thonë çfarë të duan. Ty ua ke treguar që ke kaq që je burr me dyra. Edhe bythqirës të thonë do të gjë. Budallash të thonë do të gjë. Djali zgjuar je. Vetë jetën e vë për para se jeta në 30 vjetë fillon. Çdo bëje ti, aventura do bëje vitet që ishe brënda. Ti mësove shumë gjëra, sepse ke patur më të rrisur se vetën tënde atje, dhe të mësuan se vajte fëmijë. Dhe i ke mësuar të tëra, ti je profesor i jetës tënde tani. Dhe i shoqërisë tënde të mësojnë nga ty. Nga ty do mësojnë shumë djemë që janë të moshës tënde. Ti shiko tani të marrësh drejtimin, të kesh në rregull të dashurit e tu dhe qiu rob të tjerë se qa thonë. Le të thonë çfarë të duan. Më shajnë mua 70 vjeç që unë më e fort bëhem, më e bukur bëhem, më e re bëhem, energji pozitive kam. Dëgjo mua dhe ndi që hapat e mia. Dhe mos je rëndësi kur të shan. Tu faleminderit për fjalët. Po të jesh në momentin. Fomi gjatë tasha. Dëgjo pak, edhe pak. Po je në momente të vështira, do të t'jap Natasha numrin e telefonit dhe do bizetosh vetëm me mua. Nuk do të thesh fjalë negative asnjë pederasti apo në njëri që hiqet trim. Trimat, dëgjo, ti për trimëri e di. Kur drejton armën, trëmben të dy palët, se që të dy e duan jetën, është e shtrenjtë jeta. Prandaj mos ta shesin pordh. Kush do të vrasun, e do të vrasësh ti. Ne na vret vetëm Zoti. Ne në jetë na solli mamaja. Jon dhe jetën a i merë Zoti. Dhe nuk kemi trembe as njeriut. Në qoftë se Zoti do vendos një orar që ne ta marr jetën, se me plumb, se me aksident, se do rëzojmë i vete do bie mbar, atë e di Zoti. Dhe të na hanë mutin që të gjithë që mendojnë të keqe se do bie vetë. Sepse kthehet. Ne kemi kaluar të gjitha në jetë. Prandaj, po t'jap një këshill. Sepse ti e djali mirë, se nuk e djali ti i drogës. Dëgjon mua, se po t'ishe i drogës do kishe degraduar ti. Mëso se Natasha është një grua shumë e vuajtur. Prandaj më dëgjon Natasha me vëmendje si të jem motra dhe nëna jote. Mos u merr me fashethemet e TikTokut. Bëre lojra sa të donte kari. Bëre loja brenda në buriut sa të donte qefi dhe ndihmove dhe shumë shqiptar. Prandaj tani shiko familjen tënde. 2 metra do gjesh një punë, në punë të marrin kush të doj. Dhe bodyguard mund të vesh, çfarë do lloj pune mund të bësh, të gjitha kanë zilin, vetëm i dorë nga njerëzit negativ. Morë vesh të keqen tasha? Se të Armando. Je fol fiks për Zotin e Madh, je fol tamam se është për të fol një non një fëmijës vet. Bravo. Unë Armando ne mbaj afër, pse? Sepse unë kam atë, ai ka mua.
Të tjerës na intereson, ku mbyllim derën ne të dy jemi në shtëpinë tonë. Kush ta ka zilit të vdesë, ore këmë të ngasin. Dhe ti do rish me motrën tënde, nënën tënde këke, se unë nuk I di qa ke në familjen tënde, shiko brenda ku mbyllet dera në darkë. Të tjerët që Europë, kush ta goj do ta respektojmë. Thot Marcori, thot një fjalë këtu, maskalit fort qohet plumi. Bravo. Plumi, m'fal. Maskalit fort qohet plumi. Me I fjalë do të thotë sa kupton mas një njeriu që të gjithë Shqipëria vin të gjona, a kupton? Bravo. Ndaj të thot Natasha, që kur do ecësh në rrugë, mos shiko majtas djathas, është Zoti ai që na mbron neve. Dakor të? O biko sa gjova. Bravo, ne kemi me gjithë Zoti Natasha, shumë faleminderit për gjithë këshilla, për gjithë fjalët e mira, po unë do të them një gjë. Ktu ka shqiptar aq kshi sa për Zotin e Madh, maskinojnë aq bukur për me mfut në burg. Si tiktokera, si edhe njerëz që janë publik thjesht, që më shohin kështu. A kupton me zi, a kupton presin që si me mfut në burg, nuk e di se e kanë këtë nejësi, pse kanë këtë inat, më left keq për mua, se unë jam I vetmi se s'kam bërë lek në TikTok. Ore plasin, a kupton në lloj strategjish, si ti bëjmë dam për ta futur në kërkim të për ta rras në burg. Unë se kuptoj, çka kam bërë këtu unë, ora se kam shkordhuar Europë me zor. As jam të mora audiencën me zor, se si janë thotë të mamajt, është punë tjetër. Se nuk I du Shqipëria, se to janë dy ftyrësha. Unë jam tip që për shembull, një që pshan unë jam rast blok. Unë s'kam që du audiencën ati, to e majnë audiencën edhe tu I shajt. E kur vje puna, përfundimisht bin, a kupton se nuk I shef njëri. Edhe pse I majnë, a kupton të komentet negative, e duke I ofendu, duke I po. Unë për vetën tim I fus blok, edhe audiencën gjithmonë e kam përsëri më shumë se nga gjithë. Se jam I drejt për drejt. Jam I vetëm se s'kam bërë lek në TikTok. Bravo, dëgjoj këtu tani. Duhet të dish një gjë. Mos mendos edhe ligji dhe drejtësia nuk ka sy. Në din se këfusin. Në TikTok, ta ha mutin me I miri, haroje këtë. Sepse si kërën njeriu në qafë. Ndërsa unë që bëra para burgimin, më doli nipi se më mbrojti dhe tha, mos e shani gjyshen time, se më ka rritur dhe më ka edukuar që marrë dhjeta. Dhe kjo mua më angopën. Raca e kurvave, se janë kurvat ato që unë mblodhën dhe më bën denancimin, kurse ty të han karin me plot gojen, sepse se ke rënë njeriu të qafë e ke ushqer me bukë. Dakord? Unë jam ai si ja kam pre biletën Suazës ku ka qenë Dubai për kokë familjes. Zoti më qoftë atje ku kam qenë, se ti e di se ç'a është burgu, se ke përvun këtë moshë të madhe. Kam pas frikë kur botë dënimet me mu zhvesh, mora informacion se është me ligj me burg në Dubai me botë lloj dënimesh. I kam thonë Suad, kam thonë mi ik për Itali, mos rri më aty se mos arrestojnë. Po si ti që unë tha se unë I kam pagu lekë të qeras, si të pres biletën, ja kam pre unë biletën, si mos më rrezikoja për burgun. E parnej Suada, e kupton gabimi që ka bëa, kupton edhe nuk ashtu nuk më kontrolvehet mu me mbot dam ose në I gjon, se e di që çfarë zemër kam unë. Po ajo Po, nuk duhet me bo ato lloj gjonash me mu, me mram qaf shumë se nga trajtu keq edhe në burg, më ka zhvat, më ka bo, më ka shikua, kupton, ku di gjonë, se ku tisha nej sklavi saj. E kam një mu, me sa kam pas mundësi, edhe mi ka morë gjithë leke, gjithë gjonat, edhe kur vje puna vetëm për interes më ka pa. Kam qenë burg në Shqipni, më pa thonë nisi lek, as lek, as I gjo. Së më ka nis as një lek mu në burg, përveç një shqiptarit Maqedonisë, më ka falë 2500 franka. As një tjetër. To tjerë që thojnë, as I gjos më kanë nisë. Vetëm njerëz të mi që më kanë një mu. Dëgjon Natashën tani. Një ditë ajo do vi do të kërkoj falje. Bama mënd. Se do ngelet, e di si do ka ta ndisë të keq ajo, do thot kush e ka zëmën e mirë, vetëm firja. Dhe do të kërkoj ndihmë ty ajo. O I kam thonë, unë I kam thonë prep, o Suada, atë I kam thonë, do me botë nimet, unë gjuj giftet ose t'jep lek. Jo po si t'i bëj, jo po tek ku unë lek shqyl nuk t'jep ty, ta harrashët punë. Sa ajo do t'a shia kupton, me net unë me tek tu e mi dhone I lek kot. Po jo se s'kam nevoj për atë, se ka goca sa duqe bëjnë dënime. Unë kështu bëj, unë kështu loja është bëj, lek s'fus gjonë gjep, lek që I kam, I shpenzoj këtu, qam gjuj njerëzit. Kështu, unë me show merem, unë s'kam hongër buknerën nga TikToku, as dohan e herë. Se e di unë se TikToku s'm jep gjo mu, se kam pas objektiv që pjullim. Po jo se ke zëmrën të tilti, nuk mban dot në xhep ti. Ani muhabeti është ju që u ka ngel hatri për Suadën që një mërzit pse ka nollë kjo, më keni morë minati me mu, mus me plas leshi fare. A kupton se ju jeni njerëz me dy fytyra, si një njeri që se do një njeri, edhe e shef në momentin që I ndodhet diçka I bëhet çepje se e meriton. Ju jeni me dy fytyra, deri djes keni tesh ma pa me sy, ja keni rru gjithat këshillat nga dynja,
ku i ndodhi ky incidenti tani, gjithë i dolet në gra ju, gjithë, 1% e vogël, 2 ftyrshat. A kupton, 1% ne jeti tamam me fjalë, 1% i shkojmë krah. Unë se kuptoj, pse i hekni herën e orrini mi krah ose mos rriton ndrusak në sa ne. Mos u bëni 2 ftyrsha. Unë se kam problem me rëpshije. Unë më kanë sulmu shumë herë, më falot Natasha, më keni sulmu shumë herë. O, rëpë të mod ka menu, se këto do më rrejnë mu gjithë, me fjallët e me komentet e juja, kur vje puna, prap gjithë mund kam nejtë on top, më vend parë kam nejtë unë për audiencë. Pse? Se unë i thëmë gjona drejt për drejt, ashtu se ku i ndje, i thëmë, nuk di ju mu serveris. Një herë su kam pa mi u zhvat, mi u bo, jo pa me më gjujtë gifte, që do shqiptarëve do pëshqirë rëp, vetëm t'ju marrë është leket, se për gjotë tjetës dut, asë jesë e ka menute. Që ose ka menu për ju ke gjoj, me nofsha për familjen time. Që ose kam pas juve me të futëm. Par ne mu më du njerëz, se unë jam i drejt për drejt, o vlla. Unë a kupton, ju bëj me qesh, ju fus njerëz me bot dënime, heq lek nga xhepi im, unë se kuptoj, pse që nge mu një kesh në këtë mes. Po pra, a Rafi, më fali sekondi tjetër, a Rafi Arapi se merdi mesazh se më kujtu, a Rafi Arapi, pse u bë qefi gjithë Shqipërisë? Ha? A Rafi Arapi, a u bë qefi gjithë shqiptarëve, sa mirë ja ka bë, i lumshin durt, pse tani ku e rrafin shqiptare? Pse u mërzitet ju? Pa ne, a kupton se kuptoj pse bëni 2 ftyrsha. E bolli zot çunin, po mirë se shaka kena bë. Ja bolli zot çunin, po tishim jo dhimbs çuni asaj. Ajo nuk e lete çunin e gocën, janë rrit vetëm. Ka 3-4 vjet në TikTok se rrit vetëm sa mi vjen, i le kalamaj tu rrit vetëm, shkoj takon një 3 muajsh. Folo tash, më fal. Gjotan, jo, unë do të thosha këtë. Tek videoa që pam neve, ajo u shtri në tortuar dhe ato gratë i thanë, thuaj më fal. Atë gjë që i themi dhe në TikTok, ajo që e një teatr që, unë e sa kuptova që e një teatr, se ku e goditi undën punë e saj, ajo rëzua, pse nga Afrika, nga të liga, se e di që ka për të liga, pse vide në Shqipëri, ajo e di, se ka ajo ka shatë po thuaj se gjysmën e fëmrave në Shqipëri, i ka diskredituar, ajo na ka diskredituar emrin e shqiptareve ne. Ajo se ka problem vesa gjini femërore, për gjinin e vetë, e do keni problem ju pse rrafën femnat do te, po më pjithë somë se... Ajo, po të ishte raur, dhe po të ishte goditur dhe të kishte dhimbje, nuk do dilte me njerë në TikTok. Këtu ajo ishte bërë me salcë, ajo s'ka shënja, se ditën e parë ishte lyer me salcë këtej, me këteja. Pse nuk ka shënja, kur i këto shënjat me njerë? Këtu te unda masa është rëzuar, di unë? Kur që ka përpjekur? Ore, ku dini ju se si ka dhënë 5.000 euro sajt me e bo me inskinu me më thonë emrin tim? Me më prish mu imazhin. Po edhe me pa bohën, edhe me pa bohën, shumë mirë t'i bohën. Shumë mirë t'i bohën, e meriton. Ata, edhe po kam bërë emrin të ty nuk të prishet, sepse ty të njeh gjithë Shqipëria. Ti zëmën ta njeh gjithë Shqipëria. Po për zotin o Natasha, vetëm kjo suadës së më prishet se qevi u ka bo 70% shqiptarëve. Edhe femnat, që tash i dhimbësit normal femna, kur vje ka jonë thënë mirë t'i bohën, thonë se ajo s'ka dhimbë Shqipëri për kalamajt e vetë. I ka zonë haku kalamajve. Në loj, këtu në TikTok që kanë mbrojtur atë, e kanë mbrojtur për të dalë për të fituar ndonjë lek, e kupton? E vetmja jam unë ajo që po i bie në kokë, e po t'i them, o karakurth, o hamutin gjithë shqiptarve dhe qërohen mos hajde këtu. Unë ja kam thënë botërisht, dhe ja them botërisht, dhe sa ti jem gjallë, unë Suadën dhe grupin e Suadëve në kategorinë e Suadës, lartë Shqipërisë. Ajo po t'ishte ndershme dhe të kish karakter s'do kishte ikur, do qëndronte këtu dhe do thoshte dhe do ditë thoshte më fal. Kë akuzoj Natashën, akuzoj Ferin, kë akuzoj, të thoshte më falni, sepse ashtu e mendova për momentin, më falni. Pse unë isha ajo që kisha thënë, po me edhe në Tiranë do të marrë zvarë. Unë isha ajo që kam thënë. Ja, plas drejt për drejt në fytyrë, kjo gjotë mirë e ke. Faleminderit gjithë për zemrat, ja ju zoti gjithë njerëzit pozitiva se e ti. Tani më thuaj, fillove ndonjë punë? Jo, jam Belgjik për momentin. Akoma po pres që gjo me ikë në i vend. Akoma se më stabilizu të marrë. E mirë, ki mundja në ndej dhe jo gjërat palikshme. Të gëzosh lirin të ndej, se jetë dja liri, jetë neve për para me njerë. Natasha, nga jonë është gjinaf me hymë me rëzikun për gjonat vogla, me hymë burg. O rëzikoj për i gjotë madhe, ose për gjonat vogla s'kam se më rëziku, se funin TikTok me hymë, po bëjnë lëllë tipa shpleke, pëse mos me bohën. Po rëzikoj për një gjotë që javlen. Bravo, dëgjoj Natashën, ti ja shtetit se gjithë malësorët andej janë që janë veshur me uniform të policisë, që punojnë në natën, që ruajnë këto të gjitha. Ka i natë polisat, ka i natë. Apo i ka i natë. Për qa the? Të vishesh me uniform që punojnë një shtetit në Evropë.
Po. Që punojnë në kështu, në privat. Ja, pun privat, po me uniforma. Bravo. Se ke siqyren ata. Se ke gjithë patriotët e tu që janë malsor andej. Edhe kështu do vesh në një grup të mirë, edhe të se edhe gjem. të pardisur. Ja se për punë gjem ne, po puna sa të stabilizohemi i vend se punë ka sa dushe, se çuna të jemi. A vash ke që motra mirë. Kur i zoti, hamne. Ja na bëni ky shoku plot me makarona. Hajde, të bëftë mirë. Ha tani dhe flasim herë tjetër. Okej, tur i zoti. Kur të duash, kur të duash. Aska që ta marrëm këtë lojë, s'pish punë. Okej. Ta marrëm këtë lojë. Ti mirë ke qenë. Sa të majtë më në Natasha? 5 muaj. 5 muaj majtë, ne? Ku e bon aty në Përgadec? Në Përgadec vra 3 muaj dhe 2 muaj në Tiranë. A e kalosh mirë aty më rend? Po mirë, te fëmra të mirë është si kamp është. Si kamp që ishti në shtëpi private dhe me obore, bënim gjimnastike, kishte aktivitet. E di, po prap. Në Përgadec ishte si hotel me 5 yje. Çdo gjë e bardhë të gjitha. Me palestre, me komotilio. E di se e kam pas, e kam qenë aty nga afër. Po, me çdo gjë. Është aty në Kodër ajo, është ti godin dykaçe. Po, 3. E di se kam qenë. Po, prap si prap burga, si do të jetë, a kupton ku s'ke liri, ku s'ke njerëz të tu të zemrës, avë. Janë hekura. Bodh kur shikoni hekurat, që je i rrethuar me hekura, po që ishin gratë, jo. Ishin gratë të mira të gjitha. Gratë të vuajtura, gratë që kishin fëmijët e vegjël jashtë, vajza të reja që s'kan ndërtuar jetën akoma. E di, inshallah lirim sa më shpejt. Gjitha gocave dhe çunave kush janë në Shqipëri në përburgje. Edhe jashtë. Teri, ti më beson, se unë mund ta them dhe të tjerët nuk më besojnë, po ti më beson. Kur kam ikur, se ishte me 3 kate, kur kam dalur se unë i mbaja me të qeshure, me muhabete, me shakara, dolën si lulkuqet mbi mua në dritare dhe qanin të gjitha me të gjitha kanë qanë. Ke kalu bukur me to, ke kalu bukur. Ke kalu bukur me to, po. U dhash kurajo të gjithave, por më mirë ti vini në... Ty qyrë se marove në botë qefi edhe për qunin, inshallah kur më stëra për ise, se kurves nuk ka pak u sharën asaj lavire. Ska gjë, zoti la. Qyrësës më futën, shqyrësës më kanë futën dhe mu më qeshi me ju se edhe unë, i thash atjere qunit ta të shaje, mishë më futën dhe mu për nëzitje. Jo, s'kishte lidhje. Kishte lidhje që fëmija ishte 10 vjeç, edhe doli që mbrojti gjyshen. Po një ditë ai djalë do dali, ai djalë ka për të dënuar të gjithë ata që kanë dënuar baban dhe gjyshen, mbaj mend. Inshallah zot, inshallah jep. Ja jep është shumë inteligent, është shumë djalë i zgjuar dhe ai ka një dashuri të papar për baban dhe për Natashën që ka rritur dhe për Hallun. Edhe kështu që e mban për brenda, atë më thon shokët e tij, ri mërzitur argi. S'ka gjë. Do edhe Iko Natasha turit zoti. I ke futur me atë mama, di vojlata mama, për favor. Mama do vesej mama. Po karakurvo ti është fëmijë të paritur pa nën. A edhe i baba i shkret punon tër ditën i shkreti, në darkë sa ti bëj, sa tu bëj banjët i vërë në gjumë, zdo bëj dhe i baba i shkret. Kur karakurva shkërre, kanë mënje të shkërdhen karakurvat. E nuk pjesin për fëmi që se sjeli në jetë, aman morë kush bëhet në nëre. Iko, tasha ta zemër, isi një robi mirë, truti madhi zotë, në gjojmë i prep. Për shëndes. Të bëftë të mirë. Ja ka lëpshmi një ke luj matë kurve, një ke luj matë është në gjeneroje. Sa të jem gjallë po, sa të kem fërmë. E didje, nëzia jetë, nëse ka, a pëse të manë tyje, nga që bot loja fort për audiencë, nuk manë, jo. Ti je pa audiencë asaj, mos kujto se ti je pa ja audiencë ty. Jo. Unë dalë për të kritikuar, se unë siguruar jetën ti dhe kam siguruar. Pa të sa s'pat fjallë. Me kapele, e kupton, po unë sa të ke mundësi, unë nuk i duroj do të karakurva, tër jetën ti me. Unë karakurva si kam duruar do të. Jo, plasë në ftyrë. Edhe biqirat, edhe burat kurvar. Si kanë duruar do të jetën time. Nuk i kanë duruar do të. Ik përshëndes turit zotit se në gjojmë i prapë.